Por realisht ndonjëherë them kam bërë gabim. Sepse kisha nevojë që jo vetëm për një fjalë, kisha nevojë për një që të më përqafonte dhe thoshte që shkoja unë dhe çdo gjë të kaloj. Po aty të përballesh vetëm është shumë e vështirë. Sado që aty kishe njerëz të mrekullueshëm, infermierët, mjekët, njerëz që vinin, që ishin thjesht qytetarë të tjerë që vinin ndihmonin, po prap nuk ishin familja ime. Nuk më ngushëllonin dot. Sado që mundoheshin nuk më ngushëllonin dot, nuk më hiqnin dot ato peshën. Dhe thashë vetmja gjë që më mbante, sepse kam menduar edhe gjëra shumë që shumë të këqija që nuk duan menduar. E menduar brapsht veten. Jo deri aty, po nganjëherë doja që të më ndodhte, po jo që ta bëja vetë. Doja që po pastaj thoja që okay, iki unë, po këta të dy kush do t'i mbaj.